Ky djalosh më shpëtoi nga ata njerëz mua. Pastaj më solli këtu. Mos u shqetëso. Nuk mund ta besoj. Ke kaluar gjëra të tmerrshme. Zoti mallkoft ata njerëz. Zoti mallkoft të gjithë. Pra, si mundën ta bëjnë këtë? Ja mirë shpirt, mos u shqetëso. Ja, pse nuk ma the? I thash unë të mos e bënte. Vajza ime nuk doja që të shqetësoja. Kisha frikë se mos shmendeshin dhe ti ndiqi ata njerëz. Të lutem zemër. Lere me kaq këtë punë. Të lutem. Për çfarë po flet baba? Ku po jetojmë ne kështu? Ata nuk mund të rrajnë njerëz kështu. Nuk e kuptoj se çfarë mendojnë veten ata. Mendojnë se janë mbi ligjin vetëm sepse janë të pasur. Zoti i mallkoft, nuk bëhet kjo punë kështu. Baba, në rregull ti mos më shiko mua. Unë u friksova shumë kur të pash kështu. Prandaj ti vetëm bëu mirë, mjafton. Ai dëgjove Mimtas, ai dëgjove djalim do të shpëtoj. Berçin, Sibel, unë me të vërtet nuk mund t'ju falenderoj mjaftueshëm. Nëse Ozani jeton, më kërko mua çfarë të duash. Teta Zhylide, kam vetëm një dëshirun. Dhe ajo është Ozani. Mos ki merak ti. Ai do të bëhet shumë mirë. Ne do t'jemi bashkë për gjithë jetën, më beso. Hajde ja, Berçin. Ndoshta duhet të t'i bëjnë që edhe analiza tjera, më mirë të shkojmë të pyesim. Mirë, faleminderit shumë. Më shiko, Berçin, çfarë mendon se po të bën ti? Dëgjoj, nuk mund të vazhdoj me këtë punë. Do t'i shkaktosh vdekje në vend që ta ndihmosh Ozanin. Asnjëherë. Ozani do t'jetoj. Dhe ai do t'jetë imi. I imi. Unë do t'i ndryshoj raportet. E ja të shkoj. Nan. Shiko, askush nuk duhet ta di që Aslı ka përputhshmëri me Indet. Hajde lëviz. Berçin. Një ditë, nëse humbasim njëri tjetrin, ndoshta një ditë, vera shndërrohet në dimër, dhe dielli nuk ka për të lindur. Ndoshta një ditë, bota do të shembe. Dhe nëse e humbasim njëri tjetrin një ditë, do thotë që kemi humbur mendjen, atëherë unë do të jem duke të pritur në këtë pemë. Ozan. Hajde, moj vajzë, hajde. Në rregull, vetëm edhe pak. Më fal. A mund të ma tregosh, të lutem, ku është dhoma e kardiologut? Më tregoni? Në këtë anë, dhoma e dytë në të djathtë. Nuk e kuptova. Të shkoj nga kjo anë dhe... Hajde zemër se po më dalin djersët. U bë. Në rregull, shumë faleminderit. Faleminderit.
U friksova shumë unë, për pak do të na kapnin. Në rregull, nuk na kapën pra. I ndryshova rezultatet. U bë. Unë do ta shpëtoj Ozanin. Jo Asla. Të gjithë do ta besojnë këtë. E ke humbur mendjen ti. Si do të gjejmë veshkën që përputhet me Ozanin? Ku do ta gjejmë? Më thuaj ti. Nuk e di. Por ti do ta gjesh nën. Nëse do që vajza jote të jetoj, ti do ta gjesh atë veshk. Po sikur të mos mundem. Po sikur gënjeshtra jote të zbulohet. Po sikur të ndodh diçka. A jeve të dishme se çfarë po bën ti, a e din? Berçin. Berçin. Alo? Hakan? Të bëra goxha nderë në burg. Tani është koha për të ma shlyer borxhin. Kam nevojë për ty. Bie ime, vajza ime e çmuar, më premto, nuk do të bësh ndonjë çmenduri. Shiko, këta tipa janë shumë të rrezikshëm, mos u merr me ta. Në rregull. Mos u shqetëso ti, nuk do ta bëj, të premtoj. Hajde të shkojmë në shtëpi, nëna është shqetësuar. Edhe nëna do t'jetë mërzitur. Ajo mërzitet më shumë kështu? E ka ngrënë veten me ditë të tëra duke thënë babait më la. E gjora grua, hajde të shkojmë. Hajde të shkojmë. Jas. Faleminderit. E shpëtove babain tim dhe ja hape shtëpin. S'ka përse. Gjithë kush do e bënte të njëjtën. Unë t'i tregoj nënës time. Ai, a duhet të vesh diçka më të mirë unë? Erdhën ato? Nën ne erdhëm. Mirë se erdhi, Jashar. Çfarë të pas kam bërë ty? Çfarë të pas kam bërë? Për fajnë tënd. Jo, ti e nga të ta dish. Ja, mos qesh. A do të martohesh me mua? Ale, profesor, a ka ndonjë lajm? Më vjen keq Aslı, sapo dolën rezultatet. Veshka jote nuk është e përshtatshme me Ozanin. Indet nuk përputhen. Ozani më vodhi jetën.
A i më vodhi baban. A i më vodhi fëmirin. Tani është radha ime. Shpirti, burimi, shtrenjt. Nga dal. Ai, zoti i mallkoft ato. Çfarë gjërash po mendoja? Qava sa plasa se mendova se do të divorcoheshe nga unë. Kurse ti ke qenë duke vuajtur. Unë, si do të jetoja pa ty në Uran, nuk do të lija kur. I dashur i burrim ti. Bir, zoti qofti kënaqur me ty. Edhe ti, ke një zemër shumë të madhe. Nuk mund të dalim dot hakut neve. As mos e zini në gojë këtë. E hajde atëherë të ulemi e të ham. Nëna ka përgatitur një ushqim shumë të shijshëm. Të preferuarat e mia. Faleminderit e dashur. Hajde të ulemi. Hajde. Berçin, ti e një mrekulli. Ti na ke bërë një nder shumë të madh. Unë nuk mund të falenderoj sa duhet. E dashura ime, e shtrenjta ime. E teta Julide, do të bëja gjithë shka që Ozani të jetë mirë. Julide e dashur, Berçini duhet që të jap gjak dhe ne po shkojmë atje tani, me leje. Mos u shqetëso shpirt, do të shkoj gjithë shka mirë. Unë nuk do të lejoj të ndodh asgjë e keqe ty. Eja e dashur. Po shkoj ta shoh Ozanin Mymtas. Duhet t'i jap lajmin e mirë atij. Jam e sigurt se do më dëgjoj. Në rregull e dashur, në rregull. Më duhet të shkoj në shkollën, mos u shqetëso ti. Nuk vënohem më. Në ndalo? Berçin, nuk e gjejmë dot ne. Kërkova edhe në internet, pyeta edhe miqtë e mi, nuk e gjejmë dot. Nuk mund të gjejmë dot. Tani shko dhe tregoje të gjithë të vërtetën. Të lutem, bëje këtë gjë. Të lutem. Jo, asnjëherë. Çfarë ke? Më thanë se po kërkon një veshk. Unë kam një njeri. Njerëzit e mi ju dëgjuan duke folur. Ne merremi me këto gjëra. Më thuaj grupin e gjakut dhe pjesën tjetër e rregulloj unë. Duro, Bir. Duro, shpirt. Do të bëhesh mirë ti. Unë s'mund të të shëroj ty, për Zoti të shpëtoj për mua aty. E gjetëm zgjidhjen. Fal Berçini, do të bëhesh mirë ti. Duro, djali im i dashur. Nga e morën vesh ata? Ata janë mafios, zemra ime, mafios. Janë në kërkim të njerëzve hallexhin për transplant organesh. O Zoti im, shiko se çfarë po më detyron të bëj. Nën, nëse ata vinë vërtet, atëherë shpëtova unë. Të gjithë do të mendojnë se e kam dhënë unë. Dhe çfarë do shumë parash do t'i japim? Mjeku që do të dërgojnë ata, do e bëjnë operacionin kështu. Kështu unë do t'a shpëtoj Ozanin dhe do t'a heq afe aslat. Do të gjendet, mos u mërzit. Do të gjendet veshka e përshtatshme për Ozanin, kje për ta parë. Kur ishe e vogël, të këndoja një këngë kur qaje.
qetësoheshe më njëherë. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neydem geceden. Aslı. Şavkı vurur pencereden, bacadan, dağlar kışımış, yolcu üşümüş, nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, neydem geceden? Uyan uyan yer sineni, sar beni. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Faleminderit Nuran, gjithçka ishte shumë e shijshme. Ju lumshin duart. Ju bëft mirë të gjithëve. Përbes gjithçka ishte shumë e shijshme nën, të lumshin duart. Ju qëndroni këtu, unë po shkoj të laj enët. Ju lutem nëse mund të më falni mua. Me siguri ju ka marrë malli për njëri tjetrin. Ku po shkon more djalë? Ule aty. Tani do të pim edhe kafe. Vajzë, na bëj nga një kafe. Je i sigurt, baba? Po, i sigurt jam. E po, dje ishe pak i zemruar, prandaj pyeta. Nuk jam më i zemruar vajzë. Jazi është djali mirë. A i më ndihmoj haq shumë. Është mirë të dish se ka ende njerëz të mirë si ti morbir, shumë të mirë. Faleminderit Xhaxha Jashar. Tani e tutje, je i mirë se ardhë këtu biri im. Mund të vish kur të duash. Tani të kemi si djalin ton. Ah, Jashar, a seriozisht e ke? Sigurisht pra. Pse po qanë moj grua kështu? Nuk e di edhe unë. Ti u ktheve në shtëpi. Të gjithë ne jemi të lumtur. Hajde bir, hajde të ulemi ande. Hajde bir. E kuptove apo jo? Dëgjoj tani, janë ullur në cep të kafenes. E kuptova vlla. Shko dhe bëja ashtu si që folëm, në rregull? Mos shpeso shumë. Po të përgatis një fund edhe më të tmeshëm. Askush nuk po vjen. Na mashtruan neve. Hajde të shkojmë Berqen. Hajde, thua ju të gjithëve të vërtetën një herë. Kjo nuk bëhet. Jo pra? Ndalonën? Prit? Shikonën e dashur. Dohet ta shpëtoj unë Ozanin. Dhe jo vetëm kaq, do ta heq qafe edhe Aslën për gjithmonë. Prandaj të lutem prit 2 minuta. E pa askush nuk po vjen tani. Na mashtruan. A mund të ulem? Pse a ka tavolina bosh, kush jeti? Kush je më thuaj? Erdha për atë gjën. A nuk ju telefonuan? Dëgjova që kërkoni të veshka, prandaj më dërguan këtu. Ti? Po. E po, a ke një veshkë të përshtatshme? Pra, është urgjente për neve, na nevojitet urgjentisht. Do t'u asiguroj atë që ju nevojitet. Askush do ta marrë vesh këtë gjë. Por, juve do t'ju kushtoj shumë. Sa para don ti?
Nën, të lutem. Për mua, të lutem. Në rregull? U morëm vesh. Na sill atë që na duhet. Pastaj do t'i marrësh paratë tua.